Tani është mosha më e mirë për të udhëtuar. Imagjino pak, Budapest, Paris, Stamboll, Prag. Kush e di kur na vjen radha te neve. Ua, pse kush e di ore? Ne mund të udhtojmë që tani. Tani jemi akoma student, s'kem mbaruar akoma as universitetin. Pikërisht, more. Studimet nuk kanë se na pengojnë. Studimet mund të jenë arsyeja për ta njohur botën. E di ti që përmes Erasmus Plus, studentët në Kolegjin Universitar Qiriazi mund të aplikojnë për mobilitet akademik në universitete partnere jashtë vendit? Për një sekond, ti po më thua që mund të nisim studimet këtu dhe një pjesë të tyre ta mbarojmë jashtë vendit? Po, të studiosh në një mjedis të ri, të njohësh një kulturë tjetër, edhe të kthehesh me më shumë se thjesht fotografi, të kthehesh me eksperiencë profesionale, eksperiencë akademike, edhe personale. Atëherë të aplikojmë një herë, pse po rrim akoma këtu, hajde. Jo, ti po mendoheshe, unë thjesht po prisja të ftilloheshe.